kanalin tem, unë jam Nela dhe ka video i miri. Si që shihni kem ardhe në Shqipni, mas 3 vitesh më kite marrë malli për këtë vend. I herë kishte zana, atëherë bam pushime tani në Itali me vajzë vjetë. Kem ardhe dje, në fakt kem pas avionin në 11:30, po unë nis me vonesë se jem nis fikse në 2 pa i qerek. Vajza me thënë drejtën nuk u mërzit, se ne e tinja ashtu të lujte, herë të lujte, atëherë i fice me telefon se kisha shkërku do gjana për me i kalu kohen, atëherë fjeti, e një ashtu atëherë kaloj shqyqër, vajza nuk u mërzit, ma shumë në mërzit vetë se sa vajza, po s'ka gja. Atëherë djesa herë me kem shku në Kish Laçit, me herë, se më rri me vonë, kem hangër në 5, a ka nora kur kem hangër. Atëherë kem shku të Kisha Laçit edhe atëherë u këtu me shpi. Kurse sot e natë u nismë për më shku me ba kolacione në Shkodër, po ite plot trafik. Edhe kështu që kafen e piva kështu në rrugës gjeta i klub edhe u nal me murme. Do me thonë, unë isha në trafik, burri u nal, shkoj mori kafen, hipi makinë edhe prapë në trafik, po në rregull. Edhe deshte me u tregua pak, si fillim, çantën, si që thashtë të vlogu i kalum, çantën si kam marrë të Kalisa Bek, ashtë krejt në ba me ndorë, shqipni se sa e bukur ashtë, ta man kështu verore, hapet, zënë shumë gjana mren, shumë, tash unë nuk marrë se shumë gjana, po kamerën, telefonin e gjanat i zënë, kështu që zënë shumë gjana mren, edhe shqipni sa bukur ashtë, mund t'i shkru një vajzë në Instagram. Ashtë shumë e talentume. Shqipni se sa e bukur ashtë kjo çantë. Ashtë fix verore, taman e kam marrë para pushimeve, fix e bukur. Ngjo se më nik në Instagram e keni pas se sa bukur e ka paketua kur më ka ardhë, po atëra ditë më dësh me ba valigjen shpejt, kështu që nuk pa tako për me ja u tregua mirë se si me ju ba unboxing total, por po ja u tregoj tash. Atëherë, sot, pare, se i tash sa u kthyme të shtëpia, ashtë ora 3. Në Shkodër u nale të Glow Skin. Ma në fon edhe vetë shkova të Glow Skin. Edhe bleva, si përfunim e gjiet edhe masken Fino. Edhe bashkë me këtë, ajo vajza më këshilloj edhe këtë hair oil, gjithmonë i Finos. Se unë i thash i kam flok shumë të thata. Edhe thash, ta provoj. Maska një herë kam pas fiksim, kam dash me provu ta shumë kohë. Po sa herën e funi si patar burri jam në Shqipni, i thash shko te Glow Skin edhe shija e gjerë, po nuk kishte. Këtë rallë e gjitha, shqyqër. Edhe hair oil. Kështu që do t'i provoj të dyja bashk. Tash jam e ndëmenësh se nesër kem një ditëlinje edhe na kanë thirrë, po nuk e dija me shku te parokierja mu godit. Dhe për flok herë sigurisht më duhet me shku se kam harru pjastrën, se kur i bën gjana shpejt i harron edhe kam harru pjastrën, kështu që nuk kam se si me godit flok, me lidhje shtu i kam për çdo ditë, kështu që thash po shkoj paktën te parokierja me godit flok. Po jam e ndëmenësh, nuk e dija mu godit vet, a mu lye vet, apo me u lye prap të saloni ma këtë godis flok. Nuk e di, mas eksperiencë teme me parokierët këtu në Shqipni nuk kam qije fort, po përgjenja si më pëlqen. I kam shkrujt një vajzë, e kam pyet se ku goditet, tash po shohim se po i shkuj parokierës si më këshilloj ajo, edhe po shoh a ka orare të lira i herë, se sot për nesër nuk e dija gjaj. Po shoh. Asi gjo, më kite marrë shumë malli për më ardhe në Shqipni. Vajza është herë e parë si vjen këto, se nuk ka ardhë korë, po sa hini të shtëpia u knaqirë se këtu ka vend boll, jo si në Itali se a shtëpia e vogël. Dhe për internet kam provua këtë thirr.com, e kam pa te Alicia në TikTok, si ka pa thonë si ka përdor. Edhe kam ba këtë internetin në oferten për ta në Ballkanin, sa atër kur të kthehna të po kalojmë ka Kroacia. Edhe thash ta kem internetin edhe kur të kthehna. Edhe pagujta për 30 ditë, 5 giga. E po shojmë, deri tash jam të gjithë shumë mirë se ka val gjithkon. Kurse burri jam si ka ardhe ka ba numrin, nuk ka val heq. Kështu për deri tash ja vlen, atër do t'ja thëmë në fund se a ka me ja vlet, po
deri në fund. Po deri tash mirë ashtu me interneti. Tash nuk e di se sa shumë kam me folën këtë vlog, po kam me pas shumë klipe se qa kena me ba. Do t'ju marrë me vete gjithkon edhe vazhdoj me vlogun. Si përfunim si që shihni u godita, sa dola, pritë saloni, shumë bukur më ka godit, atër po ju baj një close-up kur t'jem të shtëpia. S'kisha ge, atër duhet mu marrë me vajzë të shtëpia, kështu që nuk thash ma mirë goditem aty. Vajza nejti me burë dhe shihni sa bukur më ka ba, kam shku te salon Amelia në Bushat. Shihni sa ju kam dalë, tash dukem pak si përdasëm, po s'ka gjë. Pritni t'ja u tregoj krejt outfitin. Do përdori këtë çantën këto, se edhe takat I kam t'zeza, kështu që I kombinojnë bashkë. Nga la aksesorët e gjanat, po sha diçka thjesht. Është drita më mirë. Kemë shiro hangër drejt me familje, tash sa u kthyme, edhe sonde po shkojmë te kapelet, ashtë tani ka Tirana më duket, kemë pronotua për sonde. Majen shkojmë me gjyshat te plazhi, kurse unë po bahem gati dhe po nisna, se mos gjem edhe trafik, është ora 5:10. Po lyhem pak, kam vesh këtë fustanin këtu, mrapa po ja u tregoj krejt outfitin.
shpejt, jemi të lodhun të raskapitun, se dje u këthyme nga Kapelet, atër shku me ba me një gjirë në Tiranë. Jem këthy të shtëpia ka në ora 2 e natës, ndërsa sot e natë jem qu shumë herët, jem qu në 5:30 për më shku në Durrës, shku me të gjeri lalësit në plazh, dita pare plazhit i pushimeve në fakt. Ja kalu me shumë mirë dhe vajza knaq, shikni ku është këto të lujt me lodra. Edhe asi gjaji, deshta me fol pak se në këtë vlog nuk deshta me ba vetëm klipe se që kam ba, deshta edhe pak me fol me ju. Gjitni këtë si ashtu ullë. Faj qa, mami? Nesër pushojmë se që përbajmë, nuk kem venu sala, ndërsa mas nesër me shumë mundësi po nisna, se në fakt kem dash prit një tullem pak se u lolla. Jam lodhën plazhit lodhët sa katën. Më falni për pamjen se jam krejt e lollun, pa gjumë, do me thanë, vetëm me logaritmjen 2 deri në 5:30 se sa orë gjumë kam ba. Ne në fakt kem dash me shku Kasaranda ka Ksamili, po ndru me plan, edhe thame për se unë kam ardhë ma vjen, po ka thehna do kthehna nga Kroacia. Pak me si menim nga që mos me lodhë vajzen, thame po shkojmë, guarda se nuk o mami, parlem insieme. Edhe kem menua për mos me lodhë vajzen, me shkua për shamu munist mas nesër, me nejt 2 ose 3 ditë në Malzi. Dhe atër më unis prapë me shku ka Kroacia dhe të me nejt nga 2-3 ditë. Edhe ne pushojmë aty të plazhi, se këtu në Shqipni ka trafik plot, edhe duhet me nejt të leviz me makinë, kështu që thame po shkojmë aty, la makinë ndikon, edhe pak të në 2-3 ditë nuk e prekum, deri si të nisna për me shku në vend tjetër. Edhe vajza nuk e një fort rrugën se të nejtu nale, të pushua, të fjetër në tele. Tash pushojmë, no mami, lo rompi. Edhe si gjak, kështu që ma forse kështu ta përbajmë, se me shku Kasaranda, kush e di se sa vanoj me shku deri aty, e di sa shumë bukur, edhe unë kam pas qef shumë me shkua, po atër të menu ma mija për mos me lodhë vajzën rrugë, se atër mu nisë me batana të orbe, la gjemë edhe trafik në për dogana, sa me ma mirë kështu. Jo do ta shihni atër se që kem venus me ba, po kështu është. Faj ca, mami. Tash unë po shkoj e baj dush kësaj vajzë vogël këtu, edhe vetes, edhe shihna nesër.
krejt. Në fakt, kam regjistrua klipe, po s'kam fol me ju tregu se qa po bahet. Ja u lashte, nuk e di se që po bëjmë nesër. Atëherë ne pardje unë qume në mjes, edhe menu me shku në Durrës, me ba një gjiro në Durrës, me hangër drejk atje, po në zuni trafiku, su qume vonë, e ka në ora 10, më duket kur kem dalë për shpijet, u qume shumë vonë edhe na kena metën trafik, shtu që u këthyme, edhe shku me të mrizi zonave, me hangër drejk aty, është banjoni preferume në fakt, këtu në Shqipni, sa herë vim, shkojmë gjithmonë pak të një herë aty. Ja kalu me kështu ditën, atëherë shku me do njërës tanë, edhe atëherë në darkë shku me të Nuezi, në Shëngjin, edhe atëherë u këthy me vonë. Në fakt atëherë dje kem në tanë ditën të shpia, vetëm dulmë atëherë në darkë për me hangër, shku me në Shkoder. Ishim shumë të lollën, u këthy me vonë, edhe vajza ite e lollën, normal nuk i të arme një vajza kisha lanë me prindrit e mi. Se që po bëjmë sot, me shumë mundësi po bëjmë gati valigjet e po iko me nisë në për Malëzi. Kështu që unë i herë po e madhe këto këtë vlogun, si të bëjmë një vlog tjetër. Edhe faleminderit shumë se keni ardhur deri në këtë pikë. Ky ishte vlogu i Shqipnisë. Mos harroni të mbani një subscribe, një like kësaj videoje, edhe shumë faleminderit. Shihna në vlogun e radhës.